Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Dashit. Do bëjmë leximin e radhës për ju apo të javës për ju. Me letrën e parë filloj edhe duket se në jenë një pikë të dashi ku gjithë shka ka filluar të lëvizë me një shpejtësi që ndoshta të ka zënë në befasi. 8 spiralës tregon një energji që shtym përpara, ashtu si të shtyn valet, ta them, e jetës në një drejtim që nuk e pasur kohë ta mendosh mirë. Kjo mund të jetë ka lajme, ndryshime, nxitime, ndoshta një ndjenjë që nuk e kohë për të marrë frymë. Por kjo letër nuk është alarm, është një ftesë në fakt të dashur deshër. Duhet të jeni gati të reagoni me vedije, jo me impuls. Disa kjo dhejl për këtu me një pik loti që është 3 të scroll shuet, dhejl për që mba një sy me këtë pik loti dhe një mesazh të fshehur të dashur deshër, është intuita jote që të flet dhe të thot. Mos beso në çdo gjë që dëgjon, jo gjithçka është ashtu si duket. Kjo letër flet për komunikime që lëndojnë për çmëri që nuk janë të përmbushura, apo ndjenja që nuk janë thënë me zë të lartë të dashur deshër. Është koha të lexosh mes rreshtave dhe apo në marrëdhëniet e tua, në projektet e tua, apo në gjërat që janë duke ndërmarr, apo edhe në dialogun që ke me veten të dashur deshër. Pastaj shfaqen sorrat apo korbat dhe këtu nisë ndryshimi të dashur. Kogjan një shpejtësi dhe por mos i merr të gjitha për të mirëqëna apo që duhet të jenë ashtu. Po në fund do e bëj një përmbledhje të mesazhit të plot. Këtu nis ndryshimi, siç thash të dashur deshën, nëse ndihesh i shtyr nga jashtë apo i paqartë nga brenda, kjo letër është përkujtuesi se fuqia ende është me ty. Do thotë i ke në dorë gjërat, i ke në dorë absolutisht, nuk ke nevojë të presësh që bota të ndaloj që ju të ndërtoni një realitet të ri. S'ke nevojë për aprovimin e askujt. Ti mund të fillosh që tani. Korbat simbolizojnë në fakt zgjuarsi, por edhe transformimin, ke mjete, ke aftësinë, ke përvojën e që mungon, që nuk mungon. Ajo çfarë mungon tek ju të dashur është besimi në veten e juaj. Dhe si lexim në fund është Hermit, që në fakt nuk të fton të largohesh nga bota, por që nga këto shpejtësi marrë mend se gjërat që po ndodhin me një dhe çdo gjë nuk është ashtu siç duket apo siç të paraqiten. Është një fazë që ku duhet të dëgjosh zërin tënd brenda. Je bërë aq i zën apo e zën duke u përballur me ngjarje, fjalë, emocione, sa ndoshta ke harruar të pyesësh veten. Është kjo ajo që dua? Kjo rrugë që dua? Hermiti nuk është vetmi, është ndriçimi i brendshëm që vjen nga heshtja të dashur deshër, nga reflektimi dhe nga ndershmëria me veten. Kur t'i marrim të gjitha së bashku, jeni duke u futur në një fazë ku nuk mjafton më të reagosh, por duhet të krijosh, të veprosh. Lëvizja është e fortë, por qëllimi duhet të vijë nga brenda të dashur deshër. Disa të vërteta do të dalin në sipërfaqe, siç thash këtu, disa iluzione do të bien, por kjo është vetëm për të fuqizuar më shumë, nga që të vërtetat kur i dim jemi më të fortë dhe dim ku po vëm apo çfarë hapa do bëjmë. Mbylli sytë dhe dëgjoj veten dhe pastaj vepro me atë fuqi që ke pasur gjithmonë brenda vetes, që të mund të përballoni ndoshta këtë javë apo këtë periudhë që janë duke ndryshuar gjërat me shpejtësi të madhe të dashur deshër.